Nëse të dashur, huaj momenteve të fundit, më shkoj mendja të flas për një temë e cila është e bukur, e mirë, e urtë dhe ëmbël. Për momentet, rastet që janë të njohura tek shumica e neve apo tek disa dhe të shumica tjetër ndoshta nuk janë. Momentet, rastet ku i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka derdhur lot. Derdhja e lotit të qarët është cilësi e profetëve dhe të dërguarve të Allahut, të cilët i ka zgjedhur Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu gjelle shanuhu: ulaika alladhina an'ama Allahu alejhim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Allahu thot, të tillët janë ata të cilët Allahu Gjelleshanu i ka bekuar. Allahu subhanahu wa ta'ala bekimet, mirësit e tia i ka derdhur ndaj atyre njerëzve. Ulaika alladhina an'ama Allahu alejhim minan nabiyyin, ata janë të dërguarit. Wa min dhurriyyati Adam, prej pasardhësve të Ademit. Wa mimmen hamelna ma Nuh, dhe atë që i bartëm në anije me Nuhin dhe pasardhësit e Ibrahimit dhe të Ismailit. Allahu shiqov vëllezër llogaritën, radhitën pa më fund thot: idha tutla alejhim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukia. Të burra të mëdhej, të devotshëm, të sinqert, të qëndrueshëm që nuk i theu askush, nuk rëshqitën, por këto kur i ndëgjojnë fjalët e Allahut bien për ulën në sejdë e Allahut dhe prej sive të tire pikon dhe derdhen lot. Allahu Gjelleshanu na tregon se prej cilësive të dietarëve po ashtu është derdhja e lotit. Thot Allahu në Kur'an: wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin. Thot Allahu Gjelleshanu, kur ato që nuk kanë qenë më herët musliman, do shtë kanë qenë qifut apo të krishterë, wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul, kur e ndëgjojnë se çka i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq. I shikon ato se sytë e tyre mbushen plot lot dhe qajnë nga friga Allahu dhe thonë: or Allah, fektubna ma amenna, fektubna ma shahidin. Or Allah, ne besuam, prandaj në radhit neve në radhën e atyre që të besojnë vetëm ti dhe nuk i përshkrujnë shok dhe orta. Dhe zër diçka mos harojmë, lajmi para disa ditëve i një prej trashëguesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që hoxhallarët dhe dietarët janë trashëguesit e pejgamberëve të Allahut, se profetët e Allahut nuk kanë lënë pas veti dinar as dirhem, kanë lënë pasuri. E keni ndëgjuar rastin, e keni lexuar se si një zullumqar, një që si frigohet Allahut subhanahu wa ta'ala, shiqoni vëllezër. Unë i kom lexuar shumë komente dhe kom dëgjuar, jo vetëm unë, besoj edhe ju, por më e çuditshme ka qenë. Kemi ndëgjuar vrasje, i ka ra 5 thika, e ka lënduar disa herë. Këtu të regojnë mjekët më shumë se 20 shpume me thik, ma në fund edhe të qafa. Prej një i cili dha emrin musliman. Çfarë zullumi i madh është kjo? Kjo është prej atyre të vepra janë gest i atyre që prindërit kur nuk ju kanë folë atyre për frigën e Allahut,
për daljen para Allahut subhanahu wa taala. Apo ndoshta edhe mlefin që e ka një grup kundra thirrësve të Allahut subhanahu wa taala, edhe pse ne nuk him detaje se nuk I dim tamam, por ajo që e dim është vrasje makabre, më tepër se 20 herë me thë. I ra një herë, 2 herë, 3 herë gjaku na e pa. Çfarë zemre kjeti? A jeti më I ashpër se Ebu Gjehli ose Ebu Lehebi? A e kje zemrën më të ngurtë se Firauni? Po vëllezër to I ndëgjojmë dhe I shohim. Po lutim Allahun xhelleshanuhu të jetë kjo çështje dhe të kitë shku shehid ta kitë pranu Allahu atë imam I cili inshallah ka qenë duke mbrojtur pasurinë e tij. Thot Muhamedi alayhis salam: "Wa man qutila duna malihi fa huwa shahid." Dhe ai I cili vdes duke mbrojt pasurinë e tij, edhe ai është shahid në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu familje si dhuron sabër dhe Allahu jetimat e tij ti merr ai nën bikqirjen dhe nën kujdesin e tij subhanahu wa taala. Dhe ne do të flasim për disa momente ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka derdh lot dhe ka qajt. Do të fillojmë me atë që e ka nxjerr Imam Buhariu në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya al-Quran. Qultu aqra'u alayka wa alayka unzil. Tha o Abdullah ibn Mas'ud, më lexo mu Kur'an, do me thonë lexo Kur'an, unë du të ndëgjoj, du të ndëgjoj Kur'anin prej teje. Tha unë me lexu Kur'an, e ti me ndëgju që ki Kur'an ti tu ka shpall. Qale inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. Unë tha dëshiroj këtë Kur'anin të ndëgjoj prej tjerëve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shiqoni vëllezër, a ke pati disa herë kur e din një sure, e lexon mirë dhe kënaqesh dhe ki qef ta lexojsh? A ka lexu dikush më mirë se Muhamedi alayhis salam? Ai e ka marrë prej gojës së Xhibrilit. Dhe atë nuk e ka përmisu sahabit, por e ka përmisu Xhibrili. Ka bo Muhamedi alayhis salam, imagjino, përsëritje me Xhibrilin. Ti thuj, une kom lexu surën Fatiha para imamit Qabes, mashallah, diçka e madhe, me të vërtet, nder dhe respekt. Apo para dikuj Sheikhul Qurra, e Muhamedi alayhis salam ka lexu Kur'an dhe Xhibrili e ka ndëgju, e Xhibrili ka lexu, Muhamedi alayhis salam e ka ndëgju. Megjithatë Muhamedi alayhis salam ka pas dëshirë që Kur'anin të ndëgjone prej tjerëve. I tha Ibn Mesudit lexo Kur'an. Tha të lexoj ti Kur'an e ti të shpall, tha une kam dëshirë të ndëgjoj prej tjerëve. Fillova, tha Abdullah ibn Mesudi, prej surës Nisa të lexoj derisa arrita te ky ajet. Fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Çka do të jetë? Çka do të ndodh, thot Allahu xhelleshanu, kuptimi I ajetit është fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Allahu I thot Muhamedit alayhis salam, Abdullah ibn Mesudi tha arrita te ky ajet. Që do thot ajeti, Allahu I drejtohet pejgamberit alayhis salam. E çka do të ndodh atëherë? Si do të jetë puna jote o Muhammed, kur për secilin popull do ta sjellim një dëshmitar, ai do të qëndron, edhe ato dëshmitarë do të jenë profetët, edhe ummeti secilit profet do të del para Allahut, profeti shikon dhe ndëgjon. Ki ka vepruar kështu, ki ka vepruar ashtu, ai ka vepruar ashtu. E ti o Muhammed kena me të sjell dëshmitar, ti të qëndrojsh ditën e mahsherit kur ne umetin ton do ta marrim pitje. Tha Abdullah ibn Mesudi, ma vëndoj dorën e tij te goja dhe më tha hasbuka bol. Kur e shikova, tha Muhamedin alayhis salam, tha aq shumë ishte duke qarë derisa lotët e tij pikonin tokë. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, a e dini pse ka qajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Shumë herë vëllezër ndëgjojmë këtë hadith, po pse ka qajt? Pejgamberi alayhis salam e ka ditë se do të ketë prej ummetit të tij njerëz që kur të dalin para Allahut, Allahu do t'u shpallë veprat e tyre, dhe veprat e tyre janë veprat e banorëve të xhenemit. Për to ka qajt pejgamberi alayhis salam se si do ta shohet dikond nga ummeti I tij që veprat I ka prej banorëve të xhenemit dhe do të hinë në xhenem. Për to ka qajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rasti tjetër, ka shumë raste vëllezër, unë I kam zgjedh disa
tregon dhe hadithin e kanë nxjerrë Imam Ahmedi, tregon Ali ibn Abi Talibi radiallahu ta'ala anhu për natën e Bedrit, do me thonë nesër lufta, mbrëmje, thot Aliu radiallahu ta'ala anhu, ma kane fina farisun yawma Bedrin ghayra al-Miqdad, ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. Thot Aliu radiallahu ta'ala anhu, në natën e Bedrit, nesër ishte lufta, mbrëmje, nuk kishim ne ushtar mbi kalorës përveç se Miqdad ibn Aswad. Veç ai kishte një kal. Më thonë, imagjino vëllezër, musliman tjerët këtë për tokë kanë luftu. Vetëm Miqdadi e ka pas një kal. Edhe tha Aliu, tha, gjithë ishim duke flet. Mu më dul gjumi, shikoj gjithë duke flet. Vetëm Muhamedi a.s. në një dru, dhe me thonë në një dru, degat e ati drunit, qante dhe bonte dua e lutë të Allahun derin mëngjes. Sallallahu aleyhi ve sellem. Prej momenteve vëllezër që pejgamberi a.s. ka qajt nga friga Allahut subhanahu wa ta'ala. Është një hadith i bukur. E kanë nxjerrë Ibn Hibbani dhe hadithi është hasan. Nga Aisha radiallahu ta'ala anha qalet: "Lamma kana lejletun min al-layali, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aishatu." Thot Aisha, një natë ishte Muhamedi alayhis salam tek unë. Dhe në shtrat ju afrova si çdo grua burrit të saj. E më tha Muhamedi alayhis salam, "Ja Aishatu, dharini ata'abbadu al-laylata rabbi." O Aisha, a më jep leje këtë natë dull të adhuroj Allahun subhanahu wa ta'ala. Du të bëj namaz. Du të fali namaz natë. Aisha i tha, "Qultu wallahi inni la uhibbu qurbak wa uhibbu ma yasurruk." Wallahi o i dërguari i Allahut, unë kom qef që ndroj pranë teje dhe dëshiroj ato që ti të gëzon. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, "Faqama fatatahhar." U qu dhe mori abdes. Thumme qame yusalli. Pastaj filloi të falë namaz natë. Falam yazal yabki hatta balla hijra. Duke qajtë arriti në tehjat, aq shumë që kajti derisa e lagu prenin e tij. Thumme beka wa kana jalisan falam yazal yabki hatta balla lihyata. E pastaj thot vazhdoi duke kajt derisa mjekra e tij kullon të lot. Pastaj thot Aisha, thumme beka falam yazal yabki hatta balla al-ardha. E pastaj thot vazhdoi duke qa derisa edhe tokën e lagu. Allahu Ekber. A ke pa vëllezër, a ke ndëgju, mjekra e tij e madhe u ka lag. S'ka pas mundësi mo loti me pikun mjekër, për arsye se ajo e lagët, ka vazhdu, ja ka lag prerin, e pastaj prehrerit ka pikun tok kush, Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, derisa në mëngjes vim Bilali të zgjone, e i thot, ja Rasulallah, ti kështu Allahu ti ka fal, i tha, e felakuna abden shekura, a mos jem rob, pse mos jem rob falendërues ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. To vëllezër kanë qenë lotët nga friga Allahut subhanahu wa ta'ala, me gjitha të Allahu pse ja ka falë të gjitha mëkatet sallallahu aleyhi ve sellem. Prej qëtë rasteve tjera është interesant namazi i kusufit. Namazi i kusufit to e përcjellën Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhuma qal: "In kashafat ash-shamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem." Thot kone pejgamberit alayhis salam u mbill dilli, do me thonë çka, nuk u duk dilli, si vjen ai procesi edhe hupet dilli. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقام الذين معه. U qu Muhamedi alayhis salam të falë namaz, edhe ato çka ishin sahabët, edhe ata u qu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot, فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكي. Te recati dit, te sejdja e dit, e recati dit, thot Abdullah ibn Amr ibn Us, filloi Muhamedi alayhis salam të merr frim me zo, edhe tha qante me të madhe. Shikoni çka i tha Allahut subhanahu wa ta'ala Muhamedi alayhis salam. Yebki wa yaqul
lem ta'idni hadha wa ana fihim ya Rabb. Lem ta'idni hadha wa nahnu nastaghfiruk. Atëherë pejgamberi alayhis salam I tha Allahut, or Allah, ti nuk ke premtu që do ta dënosh umetin tim duke qenë në mesin e tyre. Dhe nuk më ke premtu që ti do të na dënosh duke bënë istighfar. Allahu subhanahu wa taala vlezër në këtë çështje e zbriti një ajet ku thot: "Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Di garanta, Allahu thot, kur nuk e dënon popullin, besimtarët musliman duke qenë në mesin e tyre. Të qenurit e pejgamberit alayhis salam gjallë në mesin e muslimanëve kanë qenë ka pas garante madhe që Allahu nuk I dënon muslimanët. Po tjetra, wa ma kana Allahu mu'adhibahum hum yastaghfirun. Dhe Allahu nuk I dënon njerëzit, muslimanët, derisa ato Allahu xhelleshanu vazhdimisht I bëjnë tobe dhe istighfar. Prandaj vëllezër, mburoja jote, mburoja e çdo mëkatarit, a e dini kush është istighfari. Nëse bën e gabim dhe bën e istighfar, dije se dënimi I Allahut nuk të kap. Nëse bën mëkate dhe I kthehesh me sinqeritet Allahut subhanahu wa taala, Allahu xhelleshanu e largon mëkatin prej teje. Prej momenteve tjera kur I vdiq djali Zejnebit, e kishte një vajzë pejgamberi alayhis salam Zejneb, edhe ai ishte vajza më e madhe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Usame ibn Zeid thot I tha Muhamedit alayhis salam, nxito më shpejt se Zejnebit është duke I vdek djali. Thot erdh Muhamedi alayhis salam, e mori atë fëmijë atë foshne, e mbajti në dorë, edhe e pam duke qa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se I vdiq fëmiu, nipi vet I vdiq në dorë. E qajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ne u habitëm. I tham ja Rasul Allah, çka është kjo? Tha pejgamberi alayhis salam, hadhihi rahmetun wada'aha Allahu fi qulubi man sha'a min ibadihi. Kjo është mëshira të cilën Allahu xhelleshanu e ka vendosur në zemrat e kujt të don prej robëve të tij. Min ibadihi wala yarhamu Allahu min ibadihi illa ar-ruhamaa. Dhe Allahu asnjëherë për robëve të tij nuk I mëshiron përveç se ata të cilët janë mëshirues. Ka prej robëve të Allahut që janë mëshirues, janë sinqert, I kanë zemrat e buta, menjëherë ju pikon lot dhe qajnë nga friga Allahut subhanahu wa taala. E tha Muhamedi alayhis salam, unë e qaj se kjo mëshirë është prej Allahut subhanahu wa taala, të cilën e ka vendosur Allahu xhelleshanu në zemrat e robëve të tij. Ato të cilët nuk kanë mëshirë edhe nuk I mëshiron Allahu subhanahu wa taala, përputhet me hadithën e Muhamedit alayhis salam ku thot irhamu men fil ardi yarhamkum men fis sama. Mëshironi ata të cilët janë tokë, njerëzit, krijesat e Allahut, do t'ju mëshiron ju ai I cili është në qiell, Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër, ka shumë raste që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka derdh lot, herë prej frigës ndaj Allahut subhanahu wa taala, herë nga dënimi Allahu xhelleshanu, disa herë nga leximi I Kuranit, por disa herë edhe nga dënimi I varrit. E thot një prej sahabive, ishim duke e varosur dikont, erdh Muhamedi alayhis salam pran varrit të tij, u ul, qajti aq shumë sa ka qa derisa e lagu tokën dhe tha, ja ikhwani li mithli hadha fa'iddu, o robët e Allahut, o vëllezërit e mi, për këtë moment përgatituni për natën e varrit. Për të ka qajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për arsye e ka ditur që nata e varrit është e tmerrshme, nata e varrit është diçka që askush se ka përjetu, askush nuk e ka ndëgju, por argumentet janë të sakta që secili njeri ka me hinë varr dhe secili ka me upit për ato çka e ka adhuru, për ato çka e ka besu, për ato të cilin e ka pasu. Lusim Allahun subhanahu wa taala që lotët tonë t'jenë nga leximi I Kuranit, nga friga Allahut subhanahu wa taala, nga dashuria ndaj Allahut, ndaj pejgamberit, ndaj besimtarve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.